Speranca TV paraqet. Jam 34 vjeçe. Kam ardhur në emigrim bashkë me burrin tim para 10 vitesh. Tamam sa kemi kaluar të gjitha vështirësitë e fillimit. Kemi bërë dokumentet dhe kemi rregulluar jetën tonë këtu. Por me kalimin e viteve, jeta u kthye në një rutinë pa fund. Burri im punon gjithë ditën. Del nga shtëpia në 6 e mëngjesit e kthehet vetëm pasdite dhe e ka mendjen vetëm tek puna dhe te leku. E unë nuk e fajsoj për këtë gjë. Para 2 muajsh, ai vendosi që të merrte edhe vëllaun e tij këtu, sepse filloi të merrte puni vetëm në privat dhe i duhej dikush ta ndihmonte. Kunati im është 29 vjeç. Erdhi të jetonte në shtëpinë tonë me idenë që ta ndihmonim që të punonte edhe ai e të fitonte më shumë se bënte para në Shqipëri. Donim të ndihmonim edhe të rregullonte letrat. E pastaj, pasi t'i hidhte punët në vijë, të dilte në shtëpinë e tij. Kur burri ma tha këtë gjë, unë pranova pa asnjë kundërshtim. Kemi një dhomë bosh, kështu që nuk na prishte punë. Ai erdhi, e në javët e para, ai ishte shumë i tërhequr. Rrinte shumë në dhomën e tij, dilte të punonte me burrin tim, e kthehej edhe ai pasdite. Por burri im nuk kishte punë të madhe çdo ditë, dhe kunati nuk i duhej çdo ditë pas vetes. Unë punoj turnin e parë në një supermarket. E pasditeve jam gjithmonë në shtëpi. E kur kthehesha, e gjeja aty kunatin. E me qenë se burri nuk ishte kur në shtëpi, para orës 8 të darkës, unë dhe kunati filluam të kalonim shumë kohë bashk, e ndoshta edhe më shumë se ç'duhej. E kishim zakon të pinim një kafe, sapo unë kthehesha nga puna. Ai ma bënte gjithmonë kafen, sapo dëgjonte derën që hapej. Uleshim tek tavolina e kuzhinës dhe flisnim për shumë tema. Kur erdhi në fillim, flisnim vetëm për gjëra të përgjithshme, sepse doja dhe t'i dija se si i kishin ecur punët me letrat dhe çfarë kishte bërë gjatë ditës. Por ai filloi të vinte re shumë detaje nga jeta ime brenda asaj shtëpie. E mbi të gjitha, filloi ta vinte re raportin tim me burrin tim. Ai e shihte se si burri im punonte shumë e kthehej vonë. E shihte se burrin tim nuk më fliste asnjë fjalë. E shihte edhe se si ai ankohej për ushqimin, kur vinte që të hante darkën, e pastaj shkonte të flinte, e mua me linte aty në sallon ku me gjente. E shihte që unë mbaja të gjithë peshën e shtëpisë, punoja, e bëja dhe pazaret, shkoja gjithmonë të paguaja faturat, gatuaja për të gjithë dhe pastroja shtëpinë pothuajse çdo ditë. E ndërsa një ditë unë po mundohesha të rregulloja derën e dollapit të kuzhinës që ishte liruar nga vidat, edhe i kisha thënë burrit tim disa herë të rregullonte, ndoshta prej 2 javësh, por ai as nuk e kishte vënë ujin në zjarr. Por kunati, me që ishte i pa puna të ditë, erdhi aty, e mori kaçaviden nga banaku, e filloi ta shtrëngonte vetë. Lëre se e bëj unë, i thash atij, nuk ke pse merresh ti me punët e shtëpisë. Por ai vazhdoi punën, e mbërtheu, e la kaçaviden në banak dhe mu kthye. Kto s'janë punë për ty,
Vëllau im, të kalën të gjitha mbi kurrizin tënd. Ai as nuk e di se çfarë bëhet në këtë shtëpi, sepse gjithë dita i shkon në punë, më tha ai. Ai kishte thënë të vërtetën, por unë i dola në mbrojtje burrit, ashtu siç do bënte çdo grua. Çfarë të bëj edhe ai më përpara, i thash unë. Ti e sheh se sa shumë punon. Është i lodhur nga puna. E kështu është jeta këtu. Nuk kemi kohë që të merremi me detajet. Jo, tha, kështu nuk është jeta, por kështu e keni bërë jetën ju, e mbi të gjitha ai, më tha Kunati. Po të isha unë në vendin e tij, nuk do të lija as një ditë të ndiheshe e lënë pas dore, sepse ti meriton shumë më tepër se kaq, më tha ai. Ai s'kishte faj. Kunati me të vërtet po fliste të vërtetën që unë refuzoja ta pranoja vetes, por, fatmirësisht, ai me fjalët e tia filloi të mi hapte syt, sepse edhe unë një jetë kisha si të gjithë. E duhet edhe unë të kaloja mirë, të kënaqesha e jo vetëm të rija në punë, e pastaj të rija vetëm gjithë pas ditën në shtëpi, e të mos kisha askënd të bëja dy llafe, sidomos me burrin tim, që s'ma vinte veshin asnjëherë. Nga ajo ditë bisedat tona u bën më të hapura. Ai nuk sillej më si Kunati që kishte ardhur për të kërkuar ndihmë, por ai sillej si një burr që po më tregon të hapur se sa shumë më vlerësonte. Ai filloi të vinte me mua kur unë shkoja për të bërë pazarin e javës. E ai mbante të gjitha qeset, e s'melinte asnjë moment të lodhesha. Kur unë isha e lodhur, ai e bënte vetë darken. E pash veten, duke pritur me padurim orën që të kthehesha nga puna, vetëm për të ndenjur me te. Prezenca e burrit tim në shtëpi kishte filluar të më kthehej në një lloj pengese, sepse kur vinte ai, unë dhe Kunati detyroheshim të ndëronim temë e të mbanim distancë, gjë që nuk e doja as unë as Kunati. Të premten që kaloi, burri me mori në telefon nga puna, e me tha që do vonohej sonte, sepse do të dilte me ca shok për të pirë kafe dhe për të bërë ca planet e tjera në punë. E ai nuk kishte shok, por kishte kolegët e punës që nga njëherë shumë rrallë dilnin pas pune për kafe. E mbylla telefonin dhe shkova në kuzhinë. E Kunati ishte i ulur te tavolina dhe po plotësonte disa formular për dokumentet e tij. Kam përgatitur darkë shumë, i thash unë, por ai nuk vjen për darkë, sepse do të rri deri vonë me shokët, i thash Kunatit. Ai mblodhi letrat, i la në një krah të tavolinës dhe mu drejtua. Atëherë, ulu të ham bashk, e ulëm të dy. Gjatë ushqimit, biseda kaloi me gjërat e zakonshme, por unë e shihja që ai ishte si në siklet e nuk i kishte mendjen të ushqimi. Kishte diçka që donte ta thoshte. Pasi mbaruam se ngrëni, unë ngrita për të mbledhur pjatat. I mora e shkova tek lavamani për t'i larë, por ai u ngrit nga tavolina. Erdhi pas mehet në kuzhinë, aty tek lavamani, por nuk u kthye, e qëndroi aty në këmbë shumë pranë meje. Lëri pjatat, më thaj. Pse ti lëj, thashun, i mbaroj për 2 minuta, e vi prap aty. Lëri pjatat, të thash, më thaj me njëherë me një zë të lartë por të prerë. Unë e mbylla ujin e lavamani dhe u ktheva ngaj. Çfarë ke? E pyeta. A do të dish se çfarë kam, më tha Kunati. Kam që s'po e duroj dot më këtë situatë. Kam 2 muaj që rri në këtë shtëpi dhe bëj si kur e kam mendjen tek puna dhe tek letrat, por e vërteta është që e kam mendjen vetëm tek ti.
Çdo ditë që kalon, me vjen një natë për vëllaun tim, që të ka në shtëpi dhe nuk të shfrytëzon as pak, e nuk di as si të mbaj, dhe me vjen i natë me veten që s'mund të flas. Unë e dëgjova kunatin dhe e dija që duhet i thosha të ndalte. Ti kujtoja që ishte vëllau i burrit tim dhe që këto biseda nuk duheshin bërë mes nesh, por nuk flisja dot. Nuk me intereson fare se si duhet të sillim e se çfarë duhet të flas, më thaj. E ndërsa, u ofrua plotësisht dhe mi vendosi të duart në faqe, e ndërsa unë ngrita duart dhe ja vendosa mbi shpatula sepse doja të mbaja pak distancën. Por ai uli kokën dhe filloi të më puthe drejtën e buzë. Unë mund t'ju gënjej sa të dua dhe të them që nuk e doja atë puthje, por e doja dhe e pranova puthen me një herë, pa e shtyr e pa bërë asnjë lloj rezistence. U puthem një herë aty në këmbë në kuzhinë, por pastaj ai më tha që të shkoja atje drejt sallonit, e ndërsa ai shkoi dhe kontrolloi derën e ta shihte nëse ishte e mbyllur, e unë po prisja ashtu e sikletosur. Ai erdhi nga dera e pastaj mu ofrua prap. Më tha të ngrihesha në këmbë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.